Mbetet bon stili në Kosovë, pavarësisht se çka ndodh? Sepse tash, a është një temë tjetër, por në perceptimin e qytetarit Kosovës bon stili është siguri për Kosovën. Garanca apo substanca e subjektivitetit aktual është binomi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucionet e Republikës Kosovës, në aspektin e sigurisë së brendshme dhe nacionale të Republikës Kosovës. Bon stili si bazë ushtarake, sepse ne ende qëjmë kamp, po veç se ka ndrua dhe statusit është bazë ushtarake Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të zgjerohet në kuptimin e infrastrukturor dhe do t'jetë një nga bazat e mbështetjes logjistike të Shtetit të Bashkuara të Amerikës që do të investojnë në 2030, por baza mund të jetë edhe cak i veprimeve të caktuara nga grupet ekstremiste apo radikale apo ekstreme nga ana e Iranit apo Rusisë. Pra, gjitha këto e bëjnë që baza do të mbetet, sepse derisa ne jemi pjesë e aleancës, jemi pjesë e Burrit të Paqes, baza do të shërbejë si një garancë, si një garantues për sigurinë e Republikës Kosovës, edhe në këtë mes ne vetë duhet bëjmë ne detyrat tona si institucion të Republikës Kosovës që të evitojmë dhe të marrim shënime të duhura sa i përket potencialit objektet të caktuara që mund të ketë që e përkasin infrastrukturën kritike të Republikës Kosovës, të jemi të vëmendshëm, komunikojmë, koordinojmë, shkëmbejmë informacionet relevante me partnerët tanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kërcimet e mundshme dhe ta presim veprimet për të ndodhur.